Rreshtet e pandërprerura të shiut kanë shkaktuar probleme të mëdha në infrastrukturën rrugore të Bashkisë Mat. Thuajse të gjitha rrugët e fshatrave kanë probleme me shembje të dherave apo me dëmtim të trupit të rrugës. Ndërkohë dalja e përrojtë të Urakës në fshatin Bruç rrezikon përmbytjen e disa banesave për shkak të prurjeve të shumta, të cilat kanë dëmtuar argjinaturën mbrojtëse. Kryetari i detyrë i Bashkisë Mat Muslim Zeneli, i shoqëruar nga kryetari i sapo zgjedhur Altin Bujni, pa nga afër situatën në fshatin Bruç. Kryebashkiaku Zeneli tha se situata është e rëndë sa i përket rrugëve rurale, ndërsa ekipet e bashkisë janë në terren. Si gjithë pjesave lindore, në veçantë në rrethin tonë, situata këto 2 ditë ka precipituar në mënyrë të paimagjinueshme në përmbytje që ka shkaktuar rreshte të shumta, në rrëshqitje të rrellë, në pushtim të tokave të mbjella, në rrezikshmëri të lartë për familje të caktuara në nevojë, dhe sigurisht ne jo se ishim pa përgatitur se Instituti i Emergjencave kishte dhënë informacion, ne jemi mobilizuar me gjithë pajisjet dhe mekanikën që ne disponojmë, për të shërbyer qytetarët në mënyrën parësore shpëtimin e jetëve, shpëtimin e pasurisë, normalizimin e rrugëkalimeve, por pa pretenduar për ndërtime në momentin aktual. Lusim që situata të qetësohet në mënyrë që edhe ndërhyrjet të jenë më efektive. Kemi besim se do t'ja dalim situatës saj mobilizimit dhe përkushtimit të gjithë burimeve njerëzore që ka Bashkia Mat. Rrugët problematike në nivelin e Bashkisë Mat janë, do t'i specifikohen në funksion gjësive vendore. Për shembull, në Bas, fshati Karic ka probleme seriozisht të dëmtuara rrugët, ka rreth e bazit të njëjtën situatë, ka fush bazi për mbytje dhe rreshtet kanë jo vetëm intensitet lartë, por kanë edhe forcë goditëse mbi ato çfarë gjen përpara, duke shkaktuar dëme. Ka nevojë për ndërhyrjen stojan, ka nevojë në Bushkash, ka nevojë në Dukagjin, ka nevojë në rremull Derjan, ka në Prell, ka dhe në veçanti siç është fshati aktual në Bruç, ku situata është serioze, pasi siç vihet re lumi ka përparuar dhe ka rrëmbyer tokë dhe tokar, dhe vëmendja e njerëzve e punonjësve të bashkisë, po dhe në bashkëpunim me njëri tjetrin, ne duhet jemi shumë vigjilent për të përballuar këtë situatë në mënyrë që t'ja dalim me sukses. Sigurisht ka probleme edhe rrugë të caktuara në Lis, për shembull ajo për Gjalish, ajo për Vinjol dhe ajo për Vig. Mbetet situata sigurisht në vëmendje në Macuku, e cila ka rrëshqitje dhe bllokim rrugësh. Besoj se edhe atje duhet jetë duke mbërritur një fadroma. Rreshtet e shiut vijojnë pa ndërprerje, ndërsa orët në vijim pritet të jenë më kritike. Sipas parashikimeve, deri ditën e nesërme do të ketë rreshte shiut të pandërprerura, që mund të shkaktojnë probleme më të mëdha jo vetëm në Mat, por edhe në zona të tjera.